Një fermë bagëtish të imta në fshatin Val të Martaneshit në Bulqiz është prekur nga sëmundja e murtajës. Burimet bëjnë me dije se deri më tani kanë ngordhur më shumë se 150 krerë keca, ndërsa rrezikohet e gjithë tufa e cila ka afro 700 krerë. Në fermë kanë shkuar specialistët e drejtorisë rajonale të ekstensionit buqësor Dibër, të shërbimit veterinar në Qark dhe ato pranë bashkisë Bulqiz. Deri më tani është raportuar që numri i kecave të ngordhur është mbi 150, ndërsa të infektuar dyshohet të jetë e gjithë tufa. Mjeku veterinar pranë operatorit të sistemit Ruda, Dega Bulqiz, Gëzim Neziri, tha se janë marrë mostrat nga bagëtitë e ngordhura dhe janë dërguar pranë Izuf në Tiranë. Nëse rezulton nga analiza që është vërtet sëmundja e murtajës, shkaku i ngordhjes së tyre do të bëhet ekzekutimi i të gjithë bagëtive për të shmangur përhapjen në fermat e tjera. Konstatimi që kanë bërë kolegët e mi, rreth 150 krerë keca. Ndërsa këtë tritura nuk ka pas dëmtime, por janë të sëmura rreth 20% e tufës triturave. Ke njerëzit nuk ka rrezik, por ne më problem kemi për hapjen. Për këtë arsye është bërë izolimi ferma është bërë në monitorim zyrtar, me qëllim që të bllokohen shitblerjet, qoftë kafshë të smure, qoftë kafshë gjalla. Mos kalojnë në fshatrat kufizuese. Se konkretisht Vali kufizohet me Gujin e Bardhë në Klos, me fshatin Peshk në Martanesh dhe me Shëngjergji në Tiranë. Për këtë është njoftuar dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë për të marrë masat për të bërë izolimin rreth 3 kilometra mos qarkullojnë kafshë nga fshati Val në fshatet e tjerë. Ju tani ngroposur në fshat sepse është shumë e vështirë për shembull. Lesa është më e përshtatshme aty, është a bë gropa aty dhe janë ngroposur pranë banesës. Smundjet kanë qarkulluar dhe do qarkullojnë. Ne nuk mund ta parandalojmë smundjen. Ne thjesht me fjalë bëjmë kufizimin mos përhapet në vende të tjera. Nëse do dalin analizat me fjalë për atë që dyshojmë ne, do bëhet edhe ekzekutimi i komplet tufës. Nisur nga kjo ngjarje është kërkuar informacion edhe nga fermat e tjera të cilët kanë raportuar se për momentin nuk kanë bagëtitë të sëmura. Bagëtitë e ngordhura në fermën në fshatin Val të Martaneshit do groposen sipas rregullave të përcaktuara nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.